Të paktën 32 persona kanë humbur jetën nga një sulm raketor rus në qytetin verior të Ukrainës, sumi këtë të diel, kanë bërë të ditur autoritetet. Sulmi erdhi pas vizitës së të dërguarit të SBA-s, Steve Witkoff në Moskë. Rusia po ndërtonte ashtu quajturën diplomaci rreth sulmeve ndaj civilëve, shkroi kryebashkiaku i qytetit Sumi në Telegram. Witkoff, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për Ukrainën, zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin të premte në Shën Petersburg në lidhje me arritjen e një marrëveshjeje për paqen me Ukrainën, ndërsa Trump i tha Rusisë që të lëvizte. Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe aktualisht kontrollon rreth 20% të territorit të vendit në lindje dhe jug. Forcat ruse kanë përparuar ngadalë në lindje kohët e fundit, megjithse sulmet me raketa dhe dron tashmë dominojnë luftën. Ministria ruse e mbrojtjes të shtunën se Ukraina kishte kryer 5 sulme në infrastrukturën energjetike ruse gjatë ditës së kaluar në atë që e quajti shkelje të një moratoriumi të ndërmjetësuar nga SBA-ja për sulme të tilla. Ukraina dhe Rusia ranë dakord të ndalojnë sulmet në objektet energjetike të njëra tjetrës muajin e kaluar, por të dyja palët kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për thyerje të moratoriumit.